Është arrestuar dhe, Klodi se mos ke marrë kuptuar gjeti këto, është arrestuar dhe dashura e Safet Bajrit. Për çfarë dyshohet kjo? Tani, ylli unë kam trajtuar dosjen e Safet Bajrit mbrëm në misionin tim në Shënjestër, drejt që gjithmonë e citoj. Paka shumë e pashe. Në të drejtën, isha e dyzuar nëse emrin e vajzës mund ta ekspozoja apo jo. Vajza e cila është arrestuar 5 ditë pas Safet Bajrit. Unë kam shartuar kodin e... Ja, unë dhe kryetari tjetër i shoqatës kemi bërë kodin e etikës, kemi shartuar kodin e anglisë me kodin gjerman dhe kemi bërë dhe ne një kod për Shqipërinë, për ne. Në qoftë se ajo përben rëndësi për publikun e gjerë, dhe në këtë rast, kur arrestohet një njeri, ka rëndësi, sepse thonë që ka marrë pjesë në vrasje. Atere, emri mbi emri gjitha thuen. Mbrëmjen e kaluar, unë isha në padjeni që vajza ishte ndaluar. Ajo rezulton pronare e një dyqani në zonën e Mislimshyrit. Në kohën që ka ndodhur... Mislimshyr, po. Në kohën që ka ndodhur vrasja e Fatbar Lici, që është gjagja Ibrahim Licit, kundërshtari përbetuar i Bajrave, vajza në fjalë ka qenë në lidhje me Safet Bajrin, që konsiderohet i fortë i Dobraçit, dhe si pas hetimeve të prokurorisë, rezulton se ajo ka krijuar kushtet, pra ka drejtuar automjetin dhe ka përkrahur autorët e krimit, Safet Bajrin dhe Asmer Bilalin, për t'i larguar nga vendi i ngjarjes pasi sipas pak pasi është kryer vrasja. Kështu që vajza është ndaluar më pas dhe unë vetëm ditën e sotme kam rënë në dijeni të faktit që ajo ishte arrestuar. Fillimisht kishte patur urdhër ndalimi nga SPAK, ishte marrë në pyetje dhe më pas gjykata e posaçme kishte caktuar ndaj kësaj zonje masën e sigurisë arrest në burg për 2 akuza, për krahje të autorëve të krimit dhe për krim të kushteve për të kryer vrasje. Dhe aktualisht që ne flasim, sipas burimeve zyrtare të policisë së shtetit, ajo është transferuar për të qëndruar në masën e sigurisë arrest në burgun e grave në Pogradec. Mënyra se si trajtohet në dosje, thash, unë sot kam rënë ndjeni të faktit, historia është e tillë që sipas SPAK-ut, Safet Bajri në bashkëpunim me kushirin e tij Behar Bajri dhe Asmer Bilalin kanë organizuar dhe realizuar vrasjen e Fatbar Licit, pasi ata dyshonin që Ibrahim Lici kishte vrarë mikun e tyre Boran Bërçana. Boran Bërçana dyshohej se kishte vënë tritolin tek dhëndri i familjes Lici, Lulzim Kulla, ngjarje që ndezi edhe Shkodrën në 2018 dhe për fat keq shkaktoi një seri vrasjesh. Realisht është ndër të paktat raste se përgjithsisht Shkodra është e ashpër si natyrë, pra në kriminalitet, dhe është e para herë që mua më rezulton që një vajzë të jetë e përfshirë edhe pse në mënyrë rrethanore në një ngjarje të rëndë kriminale, edhe pse vajza në rastin konkret. Pra, në një vrasje, sepse ideja është që përgjithsisht ata janë të ashpër, veprojnë edhe mbi bazën e rregullave kanunore e tjera me radhë, por kjo është hera e parë në Shkodër që më rezulton një vajzë e përfshirë dhe e dyshuar, edhe pse thash në mënyrë rrethanore, në një ngjarje kaq të rëndë kriminale. Kështu që në ditën vijim besoj do të kemi edhe detaje, sepse ajo do ta ankimoj vendimin dhe do të ketë dhe më shumë detaje sa i përket rolit saj. Insenatori i Tiranës së kujt i mbeti faji? Vazhdimisht në studion tonë avokat, e ngrem këtë punë e insenatorit të Tiranës, po kjo mbeti, do me thënë, fare të vejve u mbeti ai populli shqiptar, ka dhe fraza këshu, janë pak, jusën banale këshu, po do njerë janë efikase. Do që në derë tani u kanë betur shumë pak njërës dhe poshtë të këj rasti i senatorëve. Nuk ka vajtur... Ko shkapët e është marrë dhe është erë do që diku aty dhe kaq. Tani, kujt i mbeti faj tani, Alqi Bllako është dënuar me 4 vite burg për insenatorin e Tiranës. Dënim që ullet për shkak të gjykimit të shkurtuar në 2 vite 8 muaj. Për çfarë u dënua Bllako tani? Edhe vijojmë pak me... Tani, Bllako ka 2 raste dyshuara të korrupsionit, një rast që ka propozuar punësimin e Vladimir Bezhanit si këshilltar i jashtëm i Lefter Kokës në atë kohë ministër i mjedisit, dhe nga ana tjetër dyshohet sipas SPAK që ka përfituar një shumë për të paguara nga Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, pronarët faktik të insenatorit të Tiranës, për pajisjet e kompanisë së babait të tij. Unë fakt nuk dua të ndalem te zoti Bllako, sepse unë nuk mendoj që peshku i madh i insenatorëve është Alqi Bllako, ai ka pjesën e tij të faj dhe të vuaj dënimin për atë që ka bë, edhe po e vuan, po qëndron aty, iku njerë, e morën me dhunë, kapën për fytin nga Greqia, sollën në Shqipëri, ne e dimë kemi trajtuar. Unë i kam dërguar regjisë Rozhanit, i kam dërguar një shkres ylli, se unë mendoj që këtu duhet të ndalemi pak. Nëse regjia mund të na e vënë dispozicion, është pikërisht kjo shkres që unë kam siguruar nga nëse
Te i zotit Bllako. Kjo është shkresa, po? Tani, kjo është një shkres që Agjencia e Administrimit Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, e kanë trajtuar dhe në birë në fakt si ngjarje, u ka dërguar 5 bashkive të qarkut, bashkisë së Tiranës, bashkisë së Vorrës, së Kavajës dhe bashkisë së Kamzës, dhe për herë të parë, zyrtarisht qeveria, se kështu mund ta them, se institucion varësi qeverisë është, pranon që të gjitha kapacitetet në landfillin e Sharrës janë duke u ezauruar. Pra Shqipëria, edhe pse ka hargjuar 130 milion, mos gabojmë, Ola duhet më ndihmoj me shifrën, janë 10 milion euro nga ana e buxhetit të shtetit dhe afro 60 milion euro nga privatët, 120 milion, që nga pak më shumë. Edhe pse janë hedhur dhe mendohet që janë zhdukur 120 milion euro, landfilli i Sharrës është drejt mbylljes dhe imagjinoni ylli se çfarë do të ndodh me Tiranën. Pra Tirana ekziston rreziku shumë i lartë që të përmbytet nga plerat. Dhe di çfarë kërkon? Jo, shumë këndshëm, ke gabim. Nuk do kënaqem. Okej. Po, atëherë. Atëherë, kjo shkresë, di çfarë tregon ylli? Po. Që qeveria Rama e ka çuar deri në atë pikë situatën sa Tirana dhe gjithë qarku i Tiranës mund të përmbytet nga plera dhe mund të jemi përpara një katastrofe mjedisore. Dhe agjencia, duke qenë se kapaciteti i Sharrës po mbyllet përfundimisht, ju kërkon të gjitha bashkive të qarkut të bëjnë ndarjen e mbetjeve në burim. Çfarë nuk kupton ndarja e mbetjeve në burim? Që qytetarët që kur e nxjerrin pra mbetjen nga shtëpia duhet ta ndajnë, veç mas plastikën, veç mas qelçin, veç mas mbetjet e tjera. Dhe kur shkojnë te koshi të kenë koshat e përcaktuar për secilën nga këto tipologji mbetjesh. Dhe unë fola, sepse vetmja bashki që pranoi të fliste ishte bashkia e Kavajës duke qenë opozitare, sepse bashkitë e tjera refuzuan të jepnin shpjegim, dhe ato thanë që është e pamundur, sepse ne nuk kemi së pari kapacitete njerëzore, së dyti nuk kemi mundësi financiare, sepse kjo e rrit ndjeshëm koston për bashkinë e Kavajës, një bashki e cila normalisht nuk siguron aq të ardhura sa të bëj këtë proces. Dhe vetmja mundësi që ne po propozojmë me grupin tonë të punës, më tha sekretari i përgjithshëm i bashkisë, është që të vëmë, pra të hapim një landfill të vjetër që ka patur dhe ka shfrytzuar më herët bashkia e Kavajës. Pra imagjinoni, janë miliona euro të hedhura dhe miliona euro të vjedhura, dhe kemi në burg Alçi Bllakun, Lefter Kokën, le ta vuajnë ndërnimin e tyre dhe ca. Avijojnë hetimet për incineratorin e Tiranës. Por unë po them një gjë më të madhe se hetimet. Unë po të them që kanë ikur miliona dhe landfilli Sharrës po mbyllet. Ndërkohë Spaku nuk ka dërguar në burg përgjegjësit e vërtet. Avijojnë, duhet të çojnë njerëzit në burg përgjegjësit. Ministret edhe ministrat me radhë kur i thonim se negocioni kontratën minimalisht ulni tarifën ta bëni jo 29 euro, po 15 euro ose 12.5 euro sa ç'është për kapsulimin. Kur i thonim pse vazhdoni kontratën, jo na hedhin në arbitrazh dhe na pyesnin a doni që Tirana të përmbytet nga plerat, ajo që është duke thënë Klodi tani ylli është që Tirana rrezikon punë javësh ose muajsh që të përmbytet nga plerat. Ose do të kërkoj ndërtimin e inceneratorit, që prap do jetë kosto për ne. Kosha do t'jem plot, makinat e mbeturinave mund t'i marrin, por nuk do t'ket më vend për t'i depozituar në landfill. E njëjta krizë që ndodhi në Durrës nëse ju kujtohet 3-4 vjet më parë.